E dashura ime, ekziston një fjali dhe kur një burr ta thot atë, gjithçka ndryshon. Në fund të këtij bisedimi do të ta zbuloj saktësisht se cila është ajo fjali dhe pse ka fuqinë ta kthej një burr që deri tani vetëm sillet rreth teje në dikë që bie plotësisht në dashuri me ty. Por përpara se të arrijmë deri aty, duhet të kuptosh diçka themelore, diçka që do ta ndryshojë mënyrën se si përjeton marrëdhëniet që nga sot. Po ta them drejt e pas bukurime në moshën time, nuk kam më kohë për të thënë gjërat bukur. Ja ku është mjeti yt i parë praktik për sot. Nëse një burr të kërkon, por nuk të zgjedh me të vërtetë, atëherë mos e zgjidh as ti. Ka kaq shumë thjeshtësi në këtë. Mbaje mend gdhende thellë në zemrën tënde. Kjo nuk është mungesë dashurie ndaj vetes, është inteligjencë emocionale e pastër. Dhe nëse qëndron me mua edhe disa minuta, nuk do të kuptosh vetëm se çfarë thon burrat kur janë me të vërtetë të interesuar, por edhe si ta dallosh në kohë reale nëse të shohin si përparësi apo si opsion. Dhe përpara se të vazhdojmë, nëse ajo që dëgjove deri tani të preku qoftë edhe pak, më lër një koment më poshtë dhe më thuaj nga e dëgjon këtë nga Meksika, Kolumbia, Spanja apo ndonjë vend tjetër në botë ku gratë janë lodhur duke u kënaqur me thërrime. Dhe nëse një dik një mike, një motër, një kolege që duhet ta dëgjoj këtë, ndaj këtë video me të, sepse ajo për të cilën flasim sot nuk është vetëm për ty, por për të gjitha ne që jemi në procesin e rimarrjes së fuqisë son personale. Më lejo të them diçka që më është bërë plotësisht e qartë pas 40 vitesh pune me njerëz, pas pafund historish, dramash dhe plagësh emocionale. Gratë janë jashtëzakonisht inteligjente kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve komplekse, parashikimin e nevojave dhe leximin midis rreshtave. Por kur vjen puna për të interpretuar sinjalet e një burri që u pëlqen papritur, ajo inteligjencë duket sikur zhduket. E di pse? Sepse hyn në lojë diçka që psikologët e quajnë gabim konfirmimi, thënë ndryshe, sheh vetëm atë që do të shohësh. Kur të pëlqen një burr, truri yt kërkon me dëshpërim çdo shenjë të vogël që të konfirmojë se ai është gjithashtu i interesuar. Një mesazh në orën 11 të natës kthehet në një deklaratë dashurie. Një shikim 3 sekondash duket si një lidhje kozmike, dhe një flasim më vonë papritur tingëllon si premtim për një të ardhme të përbashkët. E dashura ime, kjo nuk është intuit femërore, kjo është vetë mashtrim me medalje. Dhe ta them këtë jo për të ulur, por sepse duhet të zgjohesh nga kjo iluzion. Nëse vërtet dëshiron marrëdhënie të shëndetshme e të pjekura në të cilat nuk duhet të lutesh për vëmendje apo për qartësi, atëherë vjen tani e vërteta e pakëndshme që rallkush ta thotë. Një burr që është me të vërtetë i interesuar për ty, nuk të lë të hamendësosh. Ai nuk të mban pezull derisa të ketë kohë. Nuk shfaqet e zhduket si një fantazm në një varrezë të errët. Një burr që është vërtet i interesuar është i qartë, i qëndrueshëm dhe të bën të ndihesh e zgjedhur, jo thjesht me fat që të ka shkruar. Dhe ajo që po të them këtu nuk është këshill romantike e ëmbël, por neurobiologji e pastër. Kur një burr është emocionalisht i përfshirë me ty, truri i tij prodhon oksitocin, dopamin, serotonin, një shpërthim kimik që natyrshëm e shtyn të kërkojë, të jetë prezent, të investoj kohë dhe energji. Nuk ka nevojë për kujtesa, as për lutje. Sistemi i tij nervor e tërheq drejt teje, kështu funksionon biologjia e dëshirës. Pra, nëse duhet ta kujtosh vazhdimisht se ekziston, nëse je gjithmonë ti ajo që fillon bisedën, nëse ndihesh sikur po xhonglon për ta mbajtur interesin e tij, më lejo ta them me gjithë dashurinë, ai burr nuk është i interesuar. Ai është i mërzitur, i disponueshëm për pak shpërqendrim, por nuk të zgjedh. Dhe ti meriton shumë më tepër se sa të jesh plani B i dikujt. Kjo megjithatë nuk do të thotë se duhet të sillesh si statuj akulli dhe të presësh që burrat të bien në gjunjë pa bërë asgjë. Nuk bëhet fjalë për të luajtur të parritshmen apo për të përdorur truke manipuluese nga interneti. Bëhet fjalë për diçka shumë më të thellë, shumë më të fuqishme për ta zgjedhur veten tënde së pari. Dhe kur e zgjedh veten, kur vendos që koha jote, energjia jote dhe vetë respekti yt nuk janë në shitje, atëherë ndryshon aura jote.
dhe nuk po flas për vibe apo ligje ezoterike të tërheqjes. Po flas për diçka shumë konkrete, kur e vlerëson veten, rrezaton siguri. Dhe siguria, e dashura ime lexuese, është afrodisiaku më i fortë që ekziston, shumë më i fuqishëm se çdo parfum i shtrenjtë apo fustan që përqafon forma. Një burr e ndjen kur një grua e di kush është, çfarë vlen dhe çfarë nuk është e gatshme të tolerojë. Dhe beso, kjo e trondit në mënyrën më të ëmbël të mundshme. E kam parë këtë mijëra herë në seancat e mia. Vjen një grua e shkatëruar, sepse burri me të cilin ka shkëmbyer mesazhe dhe ka folur me muaj të tërë, pa pritur është zhdukur. Ajo i vë faj vetes, kërkon arsye, pyet veten çfarë ka bërë gabim, çfarë duhet të kishte thënë apo çfarë nuk duhet të kishte thënë që të mos e largonte. Dhe pastaj, një ditë, ajo lëshon. Vendos që nuk do të vrapoj më pas askujt që nuk e vlerëson. Fillon të përqendrohet në vetvete, në projektet e saj, mirëqenien e saj, jetën e saj. Dhe e di çfarë ndodh, shpesh pikërisht ai burr rishfaqet. Por ja çfarë është thelbësore, në atë moment, ajo nuk është më e interesuar, sepse gjatë procesit të lëshimit, ajo ka zbuluar diçka shumë më të vlefshme, fuqinë e saj. Dhe një grua që njeh fuqinë e saj, nuk pranon më asgjë më pak se atë që me të vërtet meriton. Kjo është shndërrimi i vërtet. Nuk ka të bëjë me ta fituar burrin. Ka të bëjë me t'u bërë gruaja që pranon vetëm burra që janë në nivelin e saj. Dhe të premtoj, sapo të arrish në atë pikë, gjithçka ndryshon. Por të kthehemi te pjesa praktike, sepse e di që po më dëgjon dhe po mendon. Tingëllon bukur, por dua të di se çfarë thonë, bëjnë dhe si sillen burrat kur janë me të vërtet të interesuar. Pikërisht këtë do ta zbërthejmë tani në detaje. Por përpara se ta bëjmë, nëse ajo që ke dëgjuar deri tani të ka hapur syt, qoftë edhe pak jepi këtij videoje një pëlqim dhe abonohu në kanal, sepse çdo javë do të ngarkojmë përmbajtje të tilla të sinqerta dhe të drejtpërdrejta. Dhe beso, në minutat që vinë, nuk do të duash të humbasësh asgjë. Pra çfarë thon burrat kur janë me të vërtet të interesuar? Ja ku vjen treguesi i parë, që pikërisht për këtë arsye shpesh neglizhohet. Një burr vërtet i interesuar flet për të ardhmen. Ai përdor një gjuhë që përfshin të dy ju. Flet për plane, për gjëra që dëshiron t'i bëjë me ty. Nuk të shet iluzione, nuk të premton udhëtime në Dubai nëse mezi i përballon taksin, por të përfshin në vizionin e tij të jetës. Ai thot gjëra si: kur të shkojmë atje, fundjavën e ardhshme mund të, ose dua që të njohësh këtë person. Këto janë shenja të vogla, por shumë domethënëse, që tregojnë se ai po të integron në botën e tij. Dhe kjo është vendimtare, sepse burrat që duan vetëm pak argëtim apo janë aty për pak kohë, kur nuk flasin për të ardhmen. Ata mbeten në një të tashme të paqartë e të rehatshme. Do të shohim, do të flasim ndoshta më vonë. Këto shprehje të mjegullta janë sinjale paralajmëruese. Një burr që të merr seriozisht, nuk të lë pezull. Së dyti, një burr i interesuar bën pyetje dhe nuk e kam fjalën për pyetje të sjellshme si ishte dita jote, edhe pse edhe kjo ka vlerë. Ai tregon interes të vërtet për historinë tënde, ëndrat, frikërat, për atë që të bën të qeshësh apo të mërzit. Dhe më e rëndësishmja, ai mban mend atë që i ke treguar. Sepse këtu qëndron ndryshimi që shumë gra nuk e vënë re. Çdo burr mund të bëjë pyetje nga mirësjellja apo për të mbushur heshtjen. Por një burr vërtet i interesuar mban mend përgjigjet. Nëse i ke treguar para 2 javësh se kishe një takim të rëndësishëm, ai të pyet si shkoi. Nëse ke përmendur rastësisht se të pëlqen një zhanër i caktuar muzike, ai të dërgon këngë të atij stili. Nëse i ke thënë se diçka të shqetëson, ai të pyet përsëri pas disa ditësh. Kjo, e dashura ime lexuese, është interes i vërtetë. Ky është një burr që mbledh informacione emocionale për ty sepse ti i rëndon. Ndryshimi me dikë që thjesht po humb kohën është gjigant. Dhe tani te një pikë që ngatëron shumë gra, komunikimi. Ekziston ky mit i përhapur se burrat nuk duan të flasin, se janë të mbyllur. Dhe po, deri diku është e vërtet që shumë burra nuk janë aq të shprehur sa gratë. Por më lejo të them një gjë,
Kur një burr është i dashuruar ose me të vërtetë i interesuar, ai gjen fjalët. Ndoshta nuk të shkruan poezi apo monolog dramatik, por të tregon se çfarë ndjen. Të thotë se i pëlqen shoqëria jote, se i mungon pranë, se mendon për ty. Nuk të lë të kalosh muaj të tërë duke hamendësuar nëse i pëlqen apo nëse je thjesht mikesha me potencial konfuzioni. Një burr që të do vërtet në jetën e tij të bën ta dish, dhe nëse nuk e bën, atëherë është sepse nuk është i sigurt ose thjesht nuk do diçka serioze me ty. Dhe në të dy rastet, përgjigjja për ty është e njëjtë, ec përpara. Një tjetër gjë që burrat bëjnë kur janë me të vërtetë të interesuar dhe që është shumë domethënëse, të prezantojnë me rrethin e tyre të afërt, të marrin me vete për të njohur miq, të përfshin në planet e tyre shoqërore, të flasin për ty me njerëzit e rëndësishëm në jetën e tyre. Pse? Sepse shpesh pa vetdije duan të konfirmojnë zgjedhjen e tyre. Burrat kanë nevojë që rrethi i tyre ta miratojë gruan që u pëlqen. Kjo është pjesë e procesit të lidhjes. Kështu që nëse ke muaj që je me një burr dhe ende je sekret shtetëror, nëse nuk njeh askënd nga rrethi i tij, nëse të gjitha fotot e tij në rrjetet sociale e tregojnë vetëm ose me miq, por kur me ty kjo të tregon diçka shumë të qartë. Nuk është sepse ai është i turpshëm apo sepse vlerëson privatësinë. Do të thotë thjesht se ai nuk të konsideron pjesë të qëndrueshme të jetës së tij. Pikë. Mund ta rrotullosh si të duash, mund të gjesh 1000 shpjegime, por e vërteta mbetet e njëjtë. Dhe sa më shpejt ta pranosh, aq më shpejt do marrësh vendime që mbrojnë zemrën tënde. Dhe me që po flasim për sinjale, më lejo të them diçka që shumë gra e keq kuptojnë: intensiteti në fillim. Takon një burr dhe është si stuj të shkruan gjithë ditën, të mbulon me komplimente, do të shoh vazhdimisht, të bën të ndihesh si gruaja më e jashtëzakonshme në botë. Dhe ti përfshihesh në këtë intensitet, sepse pas boshllukut emocional apo marrëdhënieve të vakta, kjo ndjesi është mahnitse. Por ja ku qëndron problemi. Ky intensitet shpesh nuk është dashuri, por frikë, ekstaza kimike e risisë. Dhe kur ajo ndjesi shuhet, ai zhduket ose ftohet pa pritur. Kjo ndodh sepse disa burra nuk dashurohen me personin, por me ndjesinë e të qenit të dashuruar. Ata duan emocionin e pushtimit, adrenalinën e fillimit, por kur vjen puna për ndërtim të vërtetë, për kushtim apo rutinë, humbasin interesin dhe largohen. Këshilla ime: mos u beso intensiteteve të papritura. Një burr i pjekur, një burr që e di çfarë do, e ndërton interesin hap pas hapi. Ai është i qëndrueshëm, i besueshëm, jo një fishek zjarr që shkëlqen 2 javë dhe shuhet. Ai është një flak që digjet qetësisht dhe vazhdimisht. Dhe tani vjen diçka që duhet ta gdhendësh thellë në mendje, sepse do të kursej shumë dhimbje koke. Vëzhgoje se si një burr të trajton kur nuk ka më nevojë të impresionojë. Kur periudha e joshjes ka mbaruar, kur ai nuk është më në modalitetin e pushtimit, aty e sheh njeriun e vërtetë. A të trajton ende me respekt, a të përfshin në vendimet e tij, a të bën të ndihesh e vlefshme, apo bëhet i ftohtë, i pavëmendshëm, egoist? Sepse beso, e kam parë mira herë, shumica e burrave mund të tregojnë versionin më të mirë të vetes gjatë fazës së pushtimit. Por burri që me të vërtetë të përshtatet është ai që të trajton mirë edhe kur nuk ka më asgjë për të dëshmuar. Ky është burri që ja vlen ai që të trajton me dashuri, jo për të fituar, por sepse të vlerëson sinqerisht. Dhe me që po flasim për vlerësim, le të vim të një pyetje që më bëhet shpesh: si ta di nëse një burr më respekton? Sepse respekti, e dashura ime lexuese, është themeli i çdo marrëdhënieje të shëndetshme. Pa respekt nuk ka asgjë. Mund të kesh pasion, kimi dhe tërheqje, por pa respekt, marrëdhënia është e dënuar të dështoj ose, edhe më keq, të përfundoj në abuzim emocional. Si pra shfaqet respekti në veprimet konkrete? Një burr që të respekton, të dëgjon edhe kur nuk është i një mendimi me ty. Ai nuk të ndërpret vazhdimisht, nuk të bën për të qeshur, nuk të bën të dukesh e marrë vetëm pse mendon ndryshe. Një burr që të respekton, vlerëson kohën tënde. Nuk anulon takime në minutën e fundit pa arsye të fortë.
Nuk vjen rregullisht me vonesë, sikur koha jote të vlejë më pak. Nuk të lë të presësh me orë për një përgjigje, ndërkohë që është qartë aktiv online. Një burr që të respekton mbron reputacionin tënd. Nuk flet keq për ty, nuk të turpëron, nuk ndan me të tjerët detaje intime të marrëdhënies suaj. Një burr që të respekton nderon kufijtë e tu. Kur i thua se diçka të shqetëson, ai e respekton këtë. Nuk përpiqet të bindë se po e egzageron, nuk të manipulon emocionalisht për të arritur të vetën. Dhe një burr që të respekton del në krahun tënd. Nuk të lë vetëm kur dikush të fyen. Nuk lejon që të tjerët të flasin keq për ty në praninë e tij. Nuk qëndron neutral kur në të vërtetë duhet të ishte në anën tënde. Tani vjen diçka e rëndësishme. Respekti nuk është diçka për të cilën lutesh apo për të cilën negocion. Ti e përcakton që në fillim se çfarë toleron dhe çfarë jo, dhe e mban fjalën me vepra, jo vetëm me fjalë. Sepse mund të thuash 1000 herë se nuk pranon disa gjëra, por nëse qëndron edhe pse ato ndodhin, tregon se kufijtë e tu janë vetëm dekor pa pasoja. Pikërisht aty shumë gra humbin fuqinë e tyre. Ato vendosin kufi prej letre që bien me erën e parë dhe pastaj habiten pse burrat nuk i respektojnë. Por, e dashura ime, askush nuk do të respektoj kufi që ti vetë nuk i respekton. Nëse thua se do të largohesh kur diçka ndodh dhe pastaj nuk largohesh, humbet besueshmërinë tënde. Dhe në marrëdhënie, besueshmëria është gjithçka. Prandaj pyete veten me sinqeritet. A je në harmoni midis asaj që thua dhe asaj që bën? Sepse është një gjë të thuash, unë meritoj respekt, dhe një tjetër të sillesh sikur me të vërtetë e meriton. Të sillesh sikur e meriton respektin do të thotë të flasësh kur diçka nuk shkon, të ndalosh dik kur kalon një kufi, dhe të largohesh kur një burr nuk të trajton siç dëshiron të trajtohesh. Ka kaq shumë thjeshtësi dhe njëkohësisht kaq shumë vështirësi në këtë, sepse e di sa e vështirë është të shkëputesh nga dikush që të pëlqen, që të tërheq, me të cilin ke një kimi të veçantë. Por më lejo të them diçka që ndoshta do ta kuptosh plotësisht vetëm me kohën. Është shumë më e dhimbshme të qëndrosh në një marrëdhënie ku nuk vlerësohesh, sesa të ndahesh nga dikush që nuk është i destinuar për ty. Dhimbja e qëndrimit është e ngadalë të gërryen pak nga pak, të ul vetvlerësimin, të bën të mendosh se ndoshta vërtet nuk meriton më shumë. Dhimbja e lëshimit, përkundrazi, është e mprehtë, por e përkohshme. Dhem në moment, por pastaj vjen çlirimi, qartësia, paqja. Dhe tani vim te ajo që të premtova në fillim. Te fjalia që kur një burr e thot me sinqeritet tregon se ai ka kaluar një prag emocional vendimtar. Por përpara se ta zbuloj, duhet të kuptosh kontekstin. Burrat, në përgjithësi, nuk janë aq shprehës emocionalisht sa gratë. Ata janë mësuar të mos tregojnë dobësi, të mos duken shumë të ndjeshëm. Prandaj është diçka e veçantë kur një burr ka përcen këtë barrierë kulturore dhe thot diçka që e ekspozon emocionalisht. Dhe nuk e kam fjalën për çdo kompliment të bukur apo për justifikime me fjalë të ëmbla ndaj sjelljeve të këqija. Por ka disa shprehje që tregojnë se një burr po lidhet me ty në një nivel më të thellë. Një prej këtyre shprehjeve që shumë gra nuk e kuptojnë sa do me thënë se është kjo. Ti më bën të dua të bëhem njeri më i mirë. Më dëgjo me kujdes. Kur një burr ta thot këtë, kur e kupton se prania jote e frymëzon të punoj me veten, të rritet, të evoluoj, kjo është diçka jashtëzakonisht e fuqishme. Ai, në atë moment, të jep një vlerë transformuese në jetën e tij. Burrat nuk e thon këtë lehtë. Nuk e thon për një grua me të cilën po kalojnë kohën apo për një shpërqendrim të përkohshëm. E thon për një grua që i sfidon, i frymëzon dhe i shtyn të tejkalojnë vetveten. Dhe pikërisht kjo, e dashura ime lexuese, është një shenjë e qartë se ti ke një vend të rëndësishëm në botën e tij emocionale. Por kujdes, këtu qëndron dallimi i hollë. Fakti që e thot këtë nuk do të thot automatikisht se është i yti, apo se duhet të kapesh pas tij sikur të ishte burri i fundit në bollë.
Do të thotë që ekziston interes dhe lidhje e vërtet, por nga aty deri te një marrëdhënie e shëndetshme, e qëndrueshme dhe e përkushtuar, ka ende rrugë për të bërë me vepra, jo vetëm me fjalë. Sepse kjo ndodh shpesh, disa burra përdorin fjalë të bukura për të mbajtur emocionalisht, ndërkohë që vetë janë ende duke zbuluar nëse duan diçka serioze. Të thonë atë që dëshiron të dëgjosh, të bëjnë të ndihesh e veçantë, por kur vjen momenti për të marrë përgjegjësi, ndalen. Dhe pikërisht aty duhet të jesh e mençur. Fjalët pa veprime janë vetëm poezi, jo realitet. Prandaj, po gëzohu kur një burr të thotë diçka me domethënie, por mbaj sytë hapur për të parë nëse sjellja e tij përputhet me ato që thotë. Ka edhe fjalë të tjera që janë po aq zbuluese. Për shembull, kur një burr thotë, nuk kam takuar kur dikë si ty. Nëse kjo fjali është e sinqert, do të thotë se ti ke thyer modelin e tij të zakonshëm që nuk përshtatesh në asnjë nga kategoritë që ai kishte më parë, se i ke sjell diçka të re, të papritur dhe të vërtet në jetën e tij. Edhe burrat, edhe pse ndoshta nuk e beson, kanë lista mendore për atë se si duhet të jetë partnerja e tyre ideale. Kur ti shfaqesh dhe i përmbys ato pritshmëri, kur e surprizon me mënyrën tënde, me inteligjencën dhe autenticitetin tënd, mbetesh në mendjen e tij. Por edhe këtu vlen e njëjta gjë, konteksti është gjithçka. Nëse ai ta thot një gjë të tillë në takimin e parë, ndërkohë që përpiqet të çojë në shtrat me shumë gjas, është vetëm një shprehje e mësuar përmendësh. Por nëse ta thot pasi të ka njohur vërtet pas bisedave të sinqerta, momenteve të përbashkëta, pasi të ka parë në anë të ndryshme, atëherë ajo ka peshë. Një fjali tjetër me shumë forcë është, unë të besoj. Kjo mund të tingëllojë e thjeshtë, por për burrat, besimi është një temë thelbësore. Në nivel emocional, atyre u vjen e vështirë të hapen plotësisht. Mund të kenë shumë miq me të cilët kalojnë kohë, por të besojnë vërtet këtë e bëjnë me shumë pak njerëz. Prandaj, kur një burr të thotë se të beson, ai të jep hyrje në një hapësirë të privilegjuar. Ai të sinjalizon se të sheh si dik tek i cili ndihet i sigurt, si dik që nuk do ta përdor dobësinë e tij kundër tij. Dhe kjo, në botën e burrave, është arë. Pastaj është, sigurisht, fjalia klasike që shumë gra e presin, më pëlqen ose të dua. Por këtu duhet kujdes, këto fjalë, nga përdorimi i tepërt, kanë humbur shumë nga vlera e tyre. Shumë njerëz i thonë pa i ndier vërtet, vetëm sepse mendojnë se duhet t'i thonë në një fazë të caktuar të marrëdhënies. Prandaj mos vështro vetëm faktin që ai e thotë, por edhe kur e thotë, si e thotë dhe mbi të gjitha, si të trajton kur nuk e thotë. Sepse dashuria nuk është një gjendje e përhershme ekstaze romantike. Dashuria e vërtet shfaqet në ditët gri, në momentet e lodhjes, në zgjedhjet e përditshme, në aktin e vazhdueshëm të zgjedhurit njëri tjetrin edhe kur nuk është e lehtë apo emocionuese. E di cilën shprehje e konsideroj gjithashtu zbuluese? Kur një burr thotë, dua të njoh familjen tënde, ose dua që të njohësh familjen time. Kjo do të thotë integrim. Është hapi jashtë fluskës së vogël të ne të dyve drejt diçkaje më të madhe. Burrat nuk përfshin familjen në marrëdhënie të parëndësishme. Kur ai të fton në atë hapësirë, kur është gati të prezantojë me familjen e tij apo të njohë tënden, do të thotë se të sheh si dikë që mund të qëndrojë. Por dhe kjo është e rëndësishme, mos e marto në mendje vetëm sepse të ftoj në darkë familjare. Merri gjërat siç janë. Një shenjë pozitive, e cila duhet të shoqërohet me shumë të tjera po aq pozitive, që të jesh e sigurt se po ecni në të njëjtin drejtim. Dhe me që po flasim për drejtimin, vjen një pyetje e zakonshme. Sa kohë duhet për ta kuptuar nëse një burr e ka seriozisht? Përgjigjja ime është gjithmonë e njëjtë, nuk ka një afat të caktuar. Disa burra e din pas 3 muajsh që duan diçka serioze. Të tjerë nuk janë të sigurt as pas 2 vjetësh. Por ja pika vendimtare, ti ke të drejtë të vendosësh një kufi kohor. Nuk duhet të presësh pa fund që ai të vendos. Mund të thuash qartë, shiko, unë kërkoj një marrëdhënie serioze, kërkoj përkushtim. Nëse edhe ti do të ecësh në këtë drejtim mrekulli, le të vazhdojmë.
Nëse jo edhe kjo në rregull, por unë nuk do të ri këtu duke pritur derisa ta mendosh. Kjo nuk është presion, as ultimatum, është qartësi dhe vetë respekt. Dhe tani diçka që mund të tingëllojë ashpër, por është e vërtetë. Kur një burr vërtet do diçka me ty, nuk i duhen vite për ta kuptuar. Nuk ka nevojë të gjejë veten, ndërsa ti pret me durim. Kjo është thjesht një justifikim. Një burr i pjekur që di çfarë kërkon, vepron kur takon një grua që e intereson vërtet. Ndoshta nuk të propozon pas një muaji, por nuk lë asnjë dyshim se dëshiron të ndërtojë diçka me ty. Ai të përfshin në jetën e tij, bën plane për të ardhmen, flet për ju të dy. Nuk të mban në një gjendje të pafundme pa sigurie. Pra, nëse je prej muajsh apo madje vitesh me dikë që ende nuk di nëse do diçka serioze, më lejo ta them me gjithë dashurinë, ai e di shumë mirë se çfarë do, vetëm se nuk e do me ty. Ndoshta të do për të kaluar kohën, për të mos qenë vetëm, për shoqëri dhe afërsi pa ndërlikime, por për një marrëdhënie të vërtetë e të qëndrueshme, ai kërkon dikë tjetër, ose thjesht nuk është në atë fazë të jetës. Dhe ndërkohë ti pret, investon kohën dhe emocionet e tua në dikë që nuk të zgjedh me të vërtetë. Sa gjatë do të vazhdosh kështu, e dashura ime lexuese? Sa gjatë do të kënaqesh me thërrime, kur e meriton gjithë festën? Dhe përpara se të vazhdosh leximin, nëse ajo që thash të preku, nëse ndjeve se duhej ta dëgjoje këtë, jepi këtij videoi një pëlqim dhe ndajeni me një mike që po kalon të njëjtën gjë. Sepse kjo nuk është thjesht informacion, është transformim. Dhe sa më shumë gra ta kuptojnë këtë, aq më pak do të kënaqen me marrëdhënie mesatare. Tani le ta ndryshojmë fokusin, sepse dua të të tregoj se çfarë mund të bësh për t'u bërë ajo grua pas së cilës burrat me vlerë vërtet ndjejnë mall. Dhe nuk e kam fjalën që të ndryshosh natyrën tënde apo të shndërrohesh në dikë që nuk je. Dua të thuash të përmirësosh, të forcosh dhe të nxjerrësh në pah pjesët më të mira të vetes. Sepse një gjë është e sigurt, ti nuk mund të kontrollosh çfarë bën një burr. Nuk mund ta detyrosh të vlerësoj apo të zgjedh, por mund të kontrollosh kush je ti, si i paraqitesh botës dhe çfarë energjie përcjell. Dhe beso, kjo ndryshon gjithçka. Hapi i parë dhe më i rëndësishëm, puno me vetvlerësimin tënd. Dhe nuk e kam fjalën për atë vetvlerësim sipërfaqësor që ushqehet nga pëlqimet në rrjetet sociale apo nga komplimentet e të tjerëve. Po flas për një vetvlerësim të thellë, të brendshëm, që buron nga njohja e vërtetë e vlerës sate. Një grua me vetvlerësim të shëndetshëm nuk ka nevojë për konfirmim të vazhdueshëm. Nuk e kontrollon telefonin çdo 5 minuta për të parë nëse ai ka shkruar. Nuk e interpreton heshtjen e tij si gjykim për vlerën e saj. Ajo e di se është e vlefshme pavarësisht nëse ai e kupton apo jo. Dhe kjo siguri e brendshme është magnetike. Ajo tërheq burra të pjekur dhe largon ata të papjekur, pikërisht atë që ti dëshiron. Dhe si ndërtohet ky vetvlerësim? Jo brenda natës dhe jo me 2 pohime para pasqyrës, edhe pse edhe ato ndihmojnë. Ai lind nga kujdesi i qëndrueshëm për veten. Kur je e mirë me veten, kur flet me dashuri për veten dhe kur e vendos veten në prioritet në jetën tënde, truri yt e regjistron këtë. Hapi pas hapi, fillon ta besoj se vërtet ke vlerë. Kjo është neuroplasticitet i pastër. Mendimet dhe veprimet e tua e rindërtojnë trurin tënd në kuptimin më të vërtetë të fjalës. Çdo herë që vendos të mbrosh veten në vend që ta shpërfillësh, çdo herë që vendos një kufi në vend që të pranosh të papranueshmen, po stërvit rrugët nervore të trurit tënd në drejtim të vetërespektit. Pika e dytë, ndërto jetën tënde. Asgjë nuk e vret më shpejt interesin e një burri sesa një grua, universi i së cilës sillet vetëm rreth tij. Nëse lumturia jote varet nga fakti nëse ai të shkruan apo jo, nëse të kërkon apo jo, atëherë bëhesh e parashikueshme dhe, më fal për sinqeritetin, paksa e mërzitshme. Burrat ndihen tërhequr nga gra që kanë jetën e tyre projekte, miqësi, pasione, qëllime. Kjo tregon se je një person i plot, jo gjysma që pret gjysmën tjetër. Dhe ja diçka që mund të habis.
kur përqendrohesh në jetën tënde, kur je angazhuar duke u bërë versioni më i mirë i vetes, automatikisht bëhesh më tërheqëse. Jo sepse po luan rolin e të paarritshmes, por sepse thjesht ke gjëra më të rëndësishme për të bërë sesa t'i vraposh pas një burri. Pika e tretë, mëso të komunikosh në mënyrë efektive. Kjo është thelbësore. Shumë gra ankohen se burrat nuk kuptojnë çfarë u duhet, por kur i pyes nëse e kanë komunikuar qartë, përgjigjja shpesh është: jo, por ai duhet ta di. Nëse më do me të vërtet, do ta kuptonte vetë. E dashura ime lexuese, kjo nuk është komunikim, kjo është mendim magjik. Burrat nuk lexojnë mendime. Nëse të duhet diçka, thuaje. Nëse diçka të shqetëson, fol por qartë dhe me respekt, jo me akuza apo manipulime. Ekziston një ndryshim i madh midis "ti kur nuk më vëre, të interesojnë vetëm miqtë e tu" dhe "kam ndjesinë se kohët e fundit po kalojmë pak kohë bashkë. Do të doja të kishim sërish më shumë momentet tona." Fjalinë e parë e drejton si akuzë. E dyta hap derën për ndryshim. Merr me mend cila funksionon më mirë. Pika e katërt, mos e humb pavarësinë tënde. Ky është një nga gabimet më të zakonshme. Fillon një marrëdhënie dhe papritur gruaja heq dorë nga gjithçka që dikur e bënte të lumtur. Nuk takohet më me mikeshat sepse atij nuk i pëlqejnë. Braktis hobet sepse ai nuk i ndan. Merr interesat, mendimet, madje edhe stilin e tij të veshjes duke besuar se kështu do ta mbaj pranë. Një gabim fatal. Arrin vetëm që ai ta humbas interesin sepse ti nuk je më ajo grua e pavarur dhe interesante në të cilën u dashurua në fillim. Mbaj rrethin tënd shoqëror, interesat e tua, individualitetin tënd. Një marrëdhënie e shëndetshme nuk është bashkim në një trup e shpirt, por dy njerëz të plotë që zgjedhin të ndajnë jetën pa humbur veten. Dhe tani vjen diçka që shpesh shkakton debat, por duhet thënë: ndalo t'u vraposh burrave pas. Sinqerisht ndalo të jesh gjithmonë ajo që shkruan e para, që planifikon takimet, që është gjithmonë në dispozicion. Nuk po them të luash lojra apo të bëhesh e ftohtë. Prodhem se, nëse je gjithmonë ti ajo që jep gjithçka dhe mban marrëdhënien gjallë, diçka nuk shkon. Në një lidhje të shëndetshme, të dy palët rreshtojnë forcat. Të dy investojnë, të dy kërkojnë kontaktin. Nëse vetëm ti po përpiqesh, e mëson atë që mund të ketë pa asnjë përpjekje. Dhe ajo që fitohet pa përpjekje, rrallëherë vlerësohet. Kjo është biologji e thjeshtë. Ne njerëzit vlerësojmë atë që na kushton mund, atë që e fitojmë me përpjekje, jo atë që na bie në prehër. Prandaj tërhiqu pak. Vëzhgo çfarë ndodh kur nuk je më ti ajo që shkruan e para, që organizon takimet, që mban bisedat gjallë. Nëse ai nuk të kontakton, nuk tregon iniciativë, nuk shfaq interes të vërtet, atëherë e ke përgjigjen tënde. Po, them, por më mirë ta kuptosh tani se sa pas viteve të humbura të kohës dhe zemrës tënde. Bukuria e tërheqjes pas është se krijon hapësirë për dikë që të vlerëson vërtet, që përpiqet, që të zgjedh me vetdije. Sa kohë që investon kohën dhe energjinë tënde tek dikush që nuk të kthen të njëjtën gjë, nuk ka vend për atë që do ta bënte. Shumë gra nuk e kuptojnë këtë ndryshim të thjeshtë, por jetik, ndryshimin midis tërheqjes dhe ndjekjes. Tërheqje do të thotë të jesh aq e plotë, e sigurt dhe interesante, sa burrat me vlerë të ndihen natyrshëm tërhequr nga ty. Ndjekja do të thotë t'i vraposh dikujt pas për ta bindur të zgjedhë. Gruaja që tërheq nuk kërkon vëmendje, ajo e tërheq atë. Gruaja që ndjek humbet veten duke u përpjekur të jetë mjaftueshëm për dikë që tashmë ka vendosur se nuk është. Nëse e njeh veten në këtë të dytën, mos u fajso. Të gjitha kemi qenë aty, por tani që e kupton, mund të vendosësh ndryshe. Dhe paradoksi është ky: sapo ndalon së ndjekuri, sapo përqendrohesh te vetja, vendos kufi të qartë dhe njeh vlerën tënde, gjithçka ndryshon. Papritur shfaqen burrat që më parë të kanë injoruar. Nuk është magji, është energji. Nuk rrezaton më mungesë, por plotësi të brendshme, dhe plotësia është joshse. Një burr e ndjen kur një grua është e plotë,
kur ajo nuk ka nevojë për të që të jetë e lumtur, por e zgjedh sepse ai e pasuron jetën e saj. Kjo është krejt ndryshe nga një grua që ka nevojë për dikë për të mbushur boshllëkun ose për të fshehur vetmin. Pyet e veten me sinqeritet, apo zgjedh apo po kapesh fort. Zgjedhja është akt lirie dhe force. Kapja është akt frike. Ajo që zgjedh e di se do të jetë mirë me ose pa të. Ajo që kapet beson se pa të, asgjë nuk ka më kuptim. Por asnjë marrëdhënie e shëndetshme nuk lind nga frika. Dashuria e vërtet lind nga liria, nga zgjedhja e vetëdijshme, nga dëshira për të ndarë jetën, jo nga nevoja për t'u plotësuar. Në marrëdhënie të shëndetshme hyn edhe aftësia për të njohur herët sinjalet paralajmëruese. Ka burra që tregojnë shumë interes, por nga një vend i pasigurt dhe i sëmur. Të kontrollojnë, duan të dinë gjithmonë ku je, bëhen xheloz kur nuk u përgjigjesh menjëherë, ose përpiqen të izolojnë nga të tjerët. Kjo nuk është dashuri, është zotërim, dhe zotërimi është fillimi i abuzimit. Të tjerë e tregojnë pasigurinë e tyre duke të kritikuar vazhdimisht, duke ulur arritjet e tua apo duke të krahasuar me të tjerë. Disa kalojnë kufit e tu, manipulojnë ose të ndëshkojnë me heshtje. Dhe kur fillon të dyshosh tek vetja, të kërkosh falje vazhdimisht dhe të mendosh se çdo gjë është fajytje në një rreth vicioz abuzimi emocional, i quajtur gaslighting. Nëse i njeh këto modele, largoju. Mos prit që ai të ndryshoj, mos mendo se do ta shërosh me dashurinë tënde. Njerëzit ndryshojnë vetëm nëse duan vetë dhe shumë nuk duan kurrë. Ti nuk je këtu për të shpëtuar askën. Përgjegjësia jote është ndaj vetes, shëndetit tënd mendor dhe emocional. Ndoshta ndjen shqetësim gjatë leximit apo një modele nga e kaluara jote. Kjo është mirë. Do të thotë se je gati të ndryshosh. Ndryshimi dhemb, por është i domosdoshëm për rritje. Dhe nëse po pyet veten nëse ke standarde shumë të larta, më lejo të them diçka. Të kesh standarde nuk do të thotë të jesh e vështirë, do të thotë të respektosh veten. Të kesh standarde do të thotë të dish çfarë meriton dhe të mos pranosh më pak. Kjo nuk është ego, kjo është dashuri për veten. Sepse në fund nuk ka të bëjë me të impresionuar dik apo me të detyruar dashurinë. Ka të bëjë me gjetjen e vetvetes, me njohjen e vlerës sate dhe me të kuptuarit se lidhja e vërtet lind vetëm aty ku dy njerëz të plot takohen. Kur e respekton veten, kur njeh kufit e tu dhe nuk kënaqesh më me gjysmë të vërteta, fillon të krijosh marrëdhënie nga forca, jo nga mungesa. Nuk jeton më me frikën se mos të lënë, sepse e di se vlera jote nuk varet nga fakti nëse dikush qëndron apo largohet. Bëhesh gruaja që zgjedh, jo ajo që shpreson. Dhe pikërisht kjo është thelbi i gjithë këtij rrugëtimi. Nuk ke nevojë t'i provosh askujt që je e denjë për dashuri, duhet vetëm ta besosh vetë. Kur zgjedh veten, ndryshon cilësia e njerëzve që të afrohen. Burrat që duan të ulin, largohen, dhe ata që të vlerësojnë, të gjejnë. Në fund të ditës, dashuria nuk është lojë pushteti apo kontrolli, por takimi i dy njerëzve që e shohin, e respektojnë dhe e lejojnë njëri tjetrin të rriten. Dhe kur të arrish në atë pikë, e dashura ime lexuese, nuk do të pyesësh më, a do të më zgjedh, por a do ta zgjedh unë? Dhe kjo, pikërisht kjo, është liria.